piratësh. I qetë piratës, me qëllim për të mashtruar qytetarët e huaj. Dhe deri në momentin kur erdhën informacionet nga jashtë, atëherë mësuam hemrat se çfarë ishin call centra dhe çfarë ishin pikërisht Amant Josifit dhe lidhjet e tyre këtu në Shqipëri. Por ne po flasëm vetëm për call centrat që janë të regjistruar dhe që kanë ngritur një skemë mashtrimi, po ke shumë call centra të tjerë që nuk janë të regjistruar fare, që punojnë nëpër apartamente, punojnë nëpër podruma dhe garazhe të pallateve, punojnë në zona që larg syrit policisë dhe mendjes së qytetarëve, dhe që të gjitha bëjnë një aktivitet të tillë me qëllimin e vetëm për të mashtruar qytetarët dhe për të akumuluar sa më shumë para në territorin dhe në llogaritë e tyre. Pastaj, a është pastrim apo jo, si thua ti, unë ta thash që është totalisht mashtrim, sepse vepra penale. Spaku. Po si po asiston këtë? Spaku vetë nuk ka kushtet për të kryer veprime hetimore të këtij kalibri. Së pari. Po prit pra. Së pari njerë nuk identifikon njerë që në fillim gjithë skemën nga brenda Shqipërisë. Nuk identifikon dot, sepse të mashtruarit i ke nga jashtë. Edhe gjithë dosjet që ka bërë Spaku, dhe këtë mbaj mend, që po ta them, edhe prokurori i Tiranës, janë dosje që kanë lindur përmes informacioneve letërporosive që kanë çuar Spanja, Italia dhe Gjermania. Denoncimeve të opozitës dhe denoncimeve të medias. Kaç ka bërë? Dhe tash kanë të pushim. Dërgojnë kallëzimin tuaj, Flavio Qari është mashtruar qytetari gjerman, dhe dërgojnë këtë informacion, ndjekën rrjedhën e mashtrimit kibernetik që është bërë përmes llogarive bankare, ndjekën njëkohësisht pjesën e telefonatës, ndjekën njëkohësisht pjesën se ku në çfarë llogarie kanë hyrë këto para që ka depozituar Flavio Qari, dhe më pas është autoriteti hetues, prokurator që duhet të hetojë pikërisht në Shqipëri, sepse ata pavarësisht se vinë me grupe ndihmëse apo me grupe këshilluese, në fakt është prokuroria shqiptare që duhet të bëjë ndjekjen penale në Shqipëri. Dhe këtë gjë ka bërë. Duke u spostuar, e bën atë. Një sekond. Vetë ata nuk kanë iniciuar ndonjë gjë. Ora Elton, një sekond. Së pari herë duhet të bësh referim policia. Policia nuk ta referon. Jo, e lëm një sekond policia. Po. I kanë bërë lekët, këta i mçefën. Tani ata i fshehin, i investojnë. Po pra, vin ke investimi. Arber Habilaj, e bëjmë konkrete. Arber Habilaj është specialist në Bashkinë e Tiranës. Specialist. Rroga nuk kap 100.000 lekë. Ka 2 kulla në Tiranë, leje të miratuara, shesh të gjetur, para të deklaruara dhe resort në Dhërmi. Rrjet taksish, rrjet dyqanesh me ushqime kafshësh. Me 800.000 lekë rrogë, mjafton ta filloj nga fundi Spaku? Një pyetje për shembull, nuk bëhet në këtë vend, ore ku i gjeti lekët ky? Së pari kjo që thonë juve, që e keni investiguar, së pari mirë keni bërë që keni investiguar, por së dyti, me që se keni investiguar, duhet bëni dhe referim kallëzues në prokurori. Paktën kështu e mendoj unë. Po. Së dyti, pastaj është pjesa tjetër që ku i gjeti. Duhet provuar nëse ky i ka investuar nga para të ligjshme siç janë kredit, apo nga shitja e pronave të ligjshme të përfituara nga trashëgimia, nga XY, dhe së treti pasaj, nëse ka dyshime se këto para janë investuar në bizneset të ligjshme dhe rrjedhin nga bizneset paligjshme apo aktivitetet paligjshëm, duhet së pari njëherë t'ia gjesh biznesin e paligjshëm, aktivitetin kriminal, dhe më pas duhet ta hetosh për pastrim parash tek pjesa tjetër. E bën dot Spaku këtë? Po sigurisht që e bën, sepse nëse Spaku hyn sot te Arber Habilaj, si thoni juve, dhe konstaton që Arber Habilaj vërtet ka kryer disa manovra procedurale shtetërore tek zyrat, duke favorizuar veten dhe duke favorizuar individë të tjerë që janë të lidhur me të, por nga ana tjetër rezulton që mund të ketë edhe kredi dhe i këto kredi ka investuar, atëherë këtu nuk kemi pjesë tek mashtrimi apo të pjesa e pastrimit parave, por jemi në kushtet e një konflikti të interesit që ky ka shfrytzuar postin e vet dhe ka favorizuar miqtë e vet, ose deri tek shpërdorimi i detyrës, por nuk jemi tek pjesa e pastrimit sade e